Mirë po Kurti ca ditë më parë ishte këtu në Kanal 10 dhe tha që partitë opozitare nuk kanë qenë bashkëpunuese, i kishte fjalën për PDK-n dhe LDK-n. Për PDK-n tha shembull, ka dhënë 2 propozime të saj, por nuk ka dashur të tregoj se kush janë propozimet saj përket pozitës së presidentit, por veç ka kërkuar përkrahje. Si e keni parë ju këtë deklaratë? Kurti është një mashtrues i llojit veçantë, edhe ka dëshmërinë e Partisë Demokratike për të ofruar vendit e institucionit ka abuzuar me takimin, sepse para në çdo marrëveshje politike folet për procesin. Partia Demokratike ka qenë e gatshme që të bashkëpunojë për të marrë vesh për procesin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes kushdo që do propozohej. Nuk ka pas emra të përveçëm pa e u marrë vesh për presidentin. Insistimi Kurtit në takimin me zotin Hamza ka qenë që ju e propozoni një kandidat dhe unë e propozoj një kandidat tjetër, që fakti u pa që kishte qëllim që ta bënte zotin Glauko Njoca, edhe qëllimi i tij ishte jo ta zgjedhte një president që do të ushtronte funksionin e tij bazë kushtetutës për të unifikues edhe të luante rolin e tij në kuadër të institucionit të Kosovës, po ta zgjedhte një asistent tij për të bërë president. Ky ishte qëllimi i tij. Dhe për këto arsye që thash edhe më herët e ka dërguar vendin në zgjedhje. Duke qenë në 6 vite të qeverisë dhe duke mos pasur për të prezantuar projekte dhe rezultatet të qeverisë së tij, ai ka prodhu kriza të cilat e ka rënduar jetën e qytetarëve. Nuk ka ofruar një qeverisje e cila ndihmon jetën e qytetarëve dhe as që është brëngosur për jetën e tyre, por kanë nxitur konflikte për çamje të cilat e kemi parë dhe vazhdon edhe sot në këtë fushatë elektorale. Unë besoj shumë që qytetarët e Kosovës tani më kanë qartë ambicet e Kurtit që në këtë vend ai dëshiron me vendos monizmin, sepse edhe deklaratat e tij në kuvend ishin të asaj natyre që do të zhduket opozita, qëllimi i tij është ky, pra të kemi një parti moniste në Kosovë, do nëse kemi subjekte politike që kanë trashëgimi të gjatë politike prej para luftës e pas luftës që kanë një trashëgimi edhe historike edhe politike, ai mendon që mundet me i zhdu, po unë besoj që qytetarët tanë janë të pjekur politikisht edhe dinë me e vlerësu kur Kosova është në rrezik.